E nisa nga 1 dhe përfundova te 6, po shikoni se çfarë ndodh nëse fillojmë nga 6. Unë i dua njerëzit. I dua njerëzit me një dashuri të tillë sa jap jetën për të tjerët, sepse dashuria është shenja më e madhe e krishtërimit. Duke i dashur njerëzit, unë përqëndrohem që njerëzit nëpërmjet marrëdhënies me mua të marrin Krishtin dhe jo përralla. Duke u përqëndruar te kjo gjë, unë përshtatem jo t'i imponoj njerëzve atë që unë dua, por jam atje ku jetoj njerëzit duke ndërtuar ura lidhse. Duke ndërtuar ura lidhse nëpërmjet përshtatjes, unë mësoj se çfarë nevojash ata kanë. Duke mësuar se çfarë nevojash ata kanë, unë lejoj që ungjilli të shkoj drejt për drejt tek ata, duke më kushtuar mua kohë, sakrificë, para edhe për kushtim të plot. Duke u përqëndruar tek nevoja e tyre, unë e vë veten në shërbim të tyre, mishërimi, të vësh veten në shërbim të tyre. Dhe në fund fare, mbasi kam bërë të gjitha këto hapa, unë kam arritur t'i shpall një personi, lajmin e mirë të Jezus Krishtit. Kjo është zemra e misionit të Perëndis për njeriun, kjo është zemra e misionit të Perëndis për kishën e tij.